kushtetuese që denoncojnë presionet dhe kërcënimet që kanë ardhur nga kryeministri Rama. Pas këtij vendimi për të kaluar në një seancë ku të gjyqtarët do ta shqyrtojnë këtë çështje. A keni ju një pritshmëri nga ky vendim i gjykatës kushtetuese për ta rrëzuar kërkesën e kryeministrit dhe për të lënë në fuqi vendimin e gjykatës posaçme? Çfarë di unë? Unë di që mbi gjykatësit e asaj gjykate dhe jo të asaj, pushteti përdor format më të egra të presionit. Këtë e di. Konkretisht, sepse nuk di asnjë arsye ligjore pse kjo çështje duhet të shqyrtohej nga gjykata kushtetuese. Në një kohë kur në ligjin evropian dhe ligjin shqiptar, kjo është një kompetencë e qartë si pezullimi është një kompetencë e qartë si kristali. E prokurorisë dhe gjykatës që merren me zyrtarë të lartë. Në disa vende gjykatës supreme, siç e keni patur edhe ne përpara, vitit 2017, në vende tjera, si ne dhe Rumania, që kemi krijuar gjykata dhe prokurori speciale nga këto prokurori. Asnjë gjykatë tjetër, jashtë këtij, imagjinoni ju, pa kaluar në apel, pa kaluar në gjykatë kushtetuese, në gjykatë të lartë, e merr tani në shqyrtim masën gjykata kushtetuese. Në një kohë kur kjo është e drejtë e gjykatësit që vendosi masën, dhe ai nuk ka marrë themas. Pra, çfarë kemi të bëjmë këtu? Kemi të bëjmë me një presion të jashtëzakonshëm mbi gjykatën. Por, kjo është Shqipëria. Këto janë gramat e fundit të pushtetit që bazohet mbi drogën dhe krimin të Edi Ramës. Se kjo është bërë qartë tani. Shqiptarët e kanë qartë. Cili do që lexon. Organizata kriminale, kartele droge dhe bashkëpunëtorët e tyre automatikisht i lidh me Edi Ramën, Angela Gaçin, Ergys Agasin, Taulant Ballën e tjerë. Këto janë të njohura, këto janë nuk po them në gjë të re. Faleminderit.